Shikues të nderuar, përshëndetje në këtë transmetim të radhës këtu prej zyrave të kallzo.com, po paraqitëm me informacionet e fundit të cilat na vijnë prej kolegëve tanë monitorues anën banë Kosovës. Në këtë orë të fundit kemi pasur edhe disa probleme të tjera të cilat i kemi hasur në ndërkohë gjatë procesit të votimit, përfshirë votime me asistencë ose votime me ka 2-3 persona në një kabinë, e po ashtu disa incidentet e tjera të cilat kanë shoqëruar procesin. Fillimisht dëshirojmë të ju njoftojmë se ekipi ynë në Drenas është penguar gjatë kohës kur po filmonte poster të vendosur të kandidatit në Embazaj në afërsi të njërës prej shkollave të këtij qyteti. Filmimet të cilat do t'i transmetojmë tani na dëshmojnë se si është sjellur në Embazaj ndaj ekipit tonë të kallzo.com-it, i cili ishte duke kryer detyrën e tij në afërsi të shkollës në Drenas. Ti ndjekim pamjet fillimisht. Boza, e qa ka problem me kom foto? Ti je kandidat, është. Apo del për para, pra? A ka naj problem me të fotografu? Jo, se vje, që të bashkë dollëm. A pur vesh me na të regu? Vesh me na të regu, pse po na pyt atë? Po qka? A ka naj problem me fotografu? Jo, thash, përse fotografoj, qaq? E pse duhet me të regu, pse? Pse, a ko të drejt më fotografu, bro, që po thuti? Ka të drejt. Po s'ko drejt më bro, pa pëlqimit dhe pa e thonë në fotografu? Ka drejt. Qysh? Ka drejt se je një republik, po je një republik. Kimi na përfaqësu nesër. Nga ti zhoq jam, une nuk e di që përberë to, se pa pëlqimin e dikujt, s'ka me fotografu? Ka loj, s'ko të kuptoj pse me orë të nami na thonë pse po na fotografon. Sinqerisht. Vesh po kam qenë me kuptu arsyen, se s'po kuptoj. Pamjet të cilat shikues të nderuar askush nuk do t'i kishte lakmin, i kandidat për deputet i cili tenton t'i pengoj gazetarët në punën e tyre. Filmimet të tjera na vijnë prej shkollës në Beleg të Deçanit, ku kolegu Kastriot Berisha ka filmuar kandidatin për deputet të Partisë Sociale Demokrate, Dardan Mulliçaj, tek qëndron për një kohë prej rreth 20 minutash në qendrën e votimit, në kohën kur nuk e ka pasur të lejuar ose nuk ka qenë duke pritur në radhë për të futur në qendrën e votimit. Ti ndjekim pamjet e pastaj kthehemi me komentet me Kastriotin i cili është tash në fshatin Glogjan të Deçanit. Jem prej kallzo.com. Si je? Ishte se mjë vetë pse kemi qëndruar më shumë se 20 minuta në vend votim, në qendër votimit. Do në cemi të lypa? Po. A, jo, më rëtë shumë bukë. Ju ishtë për në interesëm pse keni nejtë më shumë se 20 minuta. Po të lovis, ke shumë të lovi aty. Dardan, a mund është më honë diçka? Shikues të nderuar, qëndrimi i kandidatëve për deputet në qendrat e votimit është i ndaluar, përpos vetëm gjatë kohës kur ata futen në qendrat e votimit edhe duhet të votojmë. Si rrjedhoi, kandidatët nuk kanë të drejtë të komentojnë ose të flasin me njerëzit të cilët kanë shku për të votuar në këtë qendër, ndërsa mjetet organeve të hetuesisë dhe organeve të cilat merren me rregullin zgjedhor ta trajtojnë këtë rast. Tani po lidhëm me kolegun Kastriot Berisha, i cili ka qëndruar para disa çastesh në fshatin Beleg e tani është në fshatin Glogjan të Deçanit. Kastriot, apo dëgjohemi? Po, Krishnik. Na shpjego pak për sa kohë ka qëndruar Dardan Mulliçaj në qendrën të cilën ti ke qenë duke e monitoru. Kandidati për deputet Dardan Mulliçaj ka qëndruar për rreth 20 minuta në qendrën e votimit në fshatin Beleg të komunës së Deçanit. Aty ka qëndruar dhe ka bashkëbiseduar me qytetarë të ndryshëm të cilët prisin në radhë për të votuar. Na shpjego çka ka qenë tema e diskutimit, a keni mujt me dëgju se çka kanë qenë diskutimet e timit qytetarët në këtë shkollë? Nuk kemi arrit me dëgju, kanë qenë diskutimet e timit qytetarë, po njëjti ka qëndruar pra hyrjes së vend votimit jashtë vend votimit në afërsitë të shkollës.
Tash që në fshatin Glogjan, a ka prezencë njerëzve dhe a ka numër të votuesve në këtë shkollë? A keni vrej diçka që se nuk ka shku me procesin zgjedhor? Në këtë qendër po shihet një interesim i qytetarëve të dalë për të votuar. Vazhdimisht po vijnë qytetarë të ndryshëm, dhe janë duke shfrytzuar të ta. Kastret, faleminderit dhe presim raportime tjera gjatë ditës prej teje në terren. Shikues të nderuar, pamjet të cilat tani do t'i transmetojmë vijnë nga një qendër e votimit në qytetin e Klinës, ku hulumtuesit tanë, monitoruesit tanë kanë filmuar një person tek asiston një person tjetër në kutinë e votimit, në kabinën e votimit, pa u lejuar prej anëtarëve të komisionit. Siç po e shenin pamje, vajza është duke votuar në kutinë e vet, ndërsa personi tjetër pa autorizim futet edhe tenton që ta ndihmoj ose ta instruktoj se për kë duhet të votoj. Monitoruesit tanë kanë treguar se ky asistem nuk ka qenë asistem i cili shënohet në librin dhe i cili shënohet si votim me asistencë prej anës së qytetarëve, ndërsa qytetari është larguar pa pengesë dhe përkundër asaj që e ka pa mënyrën se si ka votu kjo qytetare gjatë tërë kohës kur ajo e ka mbush flet votimin. Pamjet flasin vetë shikues të nderuar dhe na tregojnë për një situatë ku votimi me asistencë ose fshehësia e votimit nuk është duke u garantuar në të gjitha qendrat e votimit ashtu siç duhet. Ju rikujtojmë se gjatë ditës Prokuroria e Shtetit ka kërcënuar qytetarët se në çdo rast kur ata hasen duke parë ose duke tentuar të ndihmojnë qytetarët pa lejen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, anëtarëve të Komisionit të qendrave të votimit, e po ashtu në çdo rast kur ata tentojnë të fotografojnë votat, Prokuroria do nisë hetime dhe rrezikojnë qytetarët që të ndëshkohen për veprime të tilla. Andaj, në orët e mbetura gjithmonë kujdes prej këtyre veprimeve për shkak se mund të përfundoni duke u ndjekur penalisht për prokurorisë e në rastin më të rëndë të përfundoni në burg. Tani do kemi një lidhje direkte me kolegën Arta Sopi, e cila ndodhet në qytetin e Vitis, për trejat më të fundit prej kësaj qendre. Arta, çush është gjendja në qytetin e Vitis? Po, Krishnek, jemi këtu në shkollën Janus Zejnullau, e cila është një herësh edhe qendra më e madhe në komunën e Vitis. Sipas menaxherit të kësaj qendre Njazi Lutfiu, deri më tani kanë votuar vetëm 227 persona nga 4027 persona sa kanë të drejtë vote në këtë qendër. Zotri Lutfiu ka deklaruar për ne se deri më tani nuk ka pasur ndonjë incident, përveç në një rast ku një familjar ka parë se në fletat e votimit ka familjar të tij të vdekur, pra që nuk jetojnë vend. Kallxo.com ka kontaktuar edhe zëdhënësin e policisë në Gjilan, Ismet Hashanin, i cili ka thënë se deri më tani nuk ka ndonjë rast për të raportuar ose ndonjë parregullsi në këto zgjedhje. Arta, më trego, ke vizitu edhe disa fshatra të komunitetit sërb në atë zonë, më tregon çush është gjendja atje dhe sa është dalja e votuesve në këtë zonë? Po, Krishnek, dalja votuesve të komunitetit sërb në komunën e Vitis është shumë e vogël. Në shkollën Bafti Agjiu, ku kanë të drejtë vote 220 persona të komunitetit sërb, deri më tani kanë votuar vetëm 5 prej tyre. Ne po ashtu kemi qenë edhe në shkollën Kuvendi i Lezhës, në të cilën kemi parë se disa persona janë shënuar si votues të rregullt, por kanë votuar me asistencë. Arta, faleminderit për këtë lidhje direkte edhe për informacionet e cilat na i keni ofru. Të rikujtojmë shikues të nderuar se në vazhdimsi KQZ-ja ka njoftuar se i ka larguar personat e vdekur prej listave të votuesve, po megjithatë qytetarët janë ende duke i zgjetur familjarët e tyre në këto lista, e që prej herave të kalume kemi pasur edhe raste kur është zbuluar se këto kanë qenë njëra prej mënyrave të keqpërdorimit të zgjedhjeve në atë kohë. Shpresojmë që këtë radhë nuk do kemi probleme të tilla në këtë proces zgjedhor. Dorontina Kastrati, kolegja tjetër, është në Mitrovicën jugore edhe do na njoftoj për mbarvajtjen e procesit në atë zonë. Dorontina, po dëgjohemi? Kemi probleme me zërin prej Mitrovicës, siç duket rrjeti nuk është edhe aq mirë.
Në ana prej zona tjera që këto orë të fundit është vendosur në qendër të vëmendjes, është saktësisht Skënderaj, saktësisht fshati Prekaz, ku janë raportu disa parregullsi të kanë ndodhur në shkollën, ku është duke u zhvilluar procesi zgjedhor në këtë fshat. Prej deri më tani, Kallëzopikon ka marrë informacione se prokurori publik Ismet Ujkani ka udhëtuar për në këtë fshat për me marrë informacione se çka është duke ndodhur në këtë qendër. Aty është edhe kolegu Valon Fana, prej cilit presim informacionet se çka është duke ndodhur në Prekaz të Skënderajit. Valon, a mundesh më na tregu për trejat e fundit prej Prekazit? Valon, apo dëgjohemi? Okej. Ne nuk jemi duke dëgju Valon Fanën për shkak të problemeve me zërin. Nëse mund të regjia edhe një herë të provoj linjen me Valonin. Nëse kemi edhe linjen e gatshme me kolegën Adelina Ahmeti. Regjia? Okej. Rikthehemi edhe një herë në Mitrovic me kolegën Dorentina Kastrati, e cila na sjell informacionet e fundit prej Mitrovicës. Dorentina? Okej. Shikues të nderuar, vazhdoni ta ndiqni Kallëzo.com dhe vazhdoni të na shkruani në 22448 edhe në Kallëzo.com për informacionet të cilat ju i keni prej terenit edhe na informoni për mbarvajtjen e procesit. Ekipet tona vazhdimisht janë në terren, kërkojmë falje për disa prej problemeve teknike, megjithatë, siç e pat, jemi duke vazhduar t'ju sjellëm informacione edhe materiale të cilat dëshmojnë për problemet edhe parregullësitë të cilat janë duke ndodhur në këtë proces, i cili, për dallim nga proceset e tjera zgjedhore, është duke shkuar mjaft qetë edhe pa probleme të mëdha të cilat mund ta dëmtojnë procesin. Megjithatë, ne vazhdojmë të jemi këtu për të monitoruar dhe të garantuar që raportimet tuaja do trajtohen me seriozitet dhe askush nuk do lejohet të keq përdor votën. Faleminderit dhe mirëmbëjtje.